الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على المرسلين وعلى سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Falënderimet takojnë Allahut krijuesit të gjithësisë për gjithçka, veçanërisht për ndërimin dhe mirësinë më të madhe, udhëzimin tonë islam, paqja dhe bekimi i Zotit qoftë mbi profetin tonë Muhammed alayhis salatu wassalam, familjen, shokët dhe gjithë ata që ndoqën dhe ndjekin udhën e tij të përsosur, të bekuar deri në ditën e gjykimit, ditën e premtuar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Elusim Allahun të na ndriçojë mendjet dhe zemrat dhe na forcoj dhe të na bëjë të qëndrueshëm rrugën e tij të përsosur. Amin. Vazhdojmë me temën tepër të rëndësishme dhe domosdoshme për të ditë nga musliman, sunnetullah, tradita e Allahut ose kanuni hyjnor në lidhje me ndryshimet e shoqërisë njerëzore në varësi të bindjes dhe mosbindjes ndaj urdhit hyjnor. Jemi ke tema e sprovave, qoftë sprovave me vështirësi apo sprovave me rehati dhe me bollëk. Vazhdojmë sot po me këtë temë. Sprova, një nga çështjet ose ato që përmenden në Kur'an, është sprova e popujve mohues. Popull mohues. Allahu përmendit vetë nga ligjet e tij të pandryshueshme, pa të zëvendësueshme dhe pa shmangshme. Për sa i përket popujve mohues dhe inatqor, pra kundërshtar, i ka sprovu me vështirësi domethënë ekonomike të gjitha llojeve, me smundje, pra me gjitha llojet e vështirësive, që t'i kthej ato në bindje ndaj të madhit Zot, në përgjërim ndaj të madhit Zot dhe në adhurim të atij dhe një dhe të vetëm. Pastaj nga tradita e Zotit është që popullin mohues dhe kundërshtar, inatqor, mos provave me vështirësi dhe me vujtje, i ka çu rahati dhe bollik. Dhe këto dy raste qëllimi i Allahut është që të kthehen rrugë Zotit. Kur këto popull e kanë qenë thjesht si dukuri e natyrshme dhe e zakonshme një gjë e tillë, atëherë i ka përfshi dhe i ka rrëmby ndëshkimi dhe çbërja e këtij qytetërimi apo kësaj lloj popullate në mënyrë të befasishme dhe të paparashikuar. Allahu thonë në Kur'an, këtë që thamë, domethënë, e kemi në Kur'an, ajet Kur'ani, Allahu thotë: "Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra." Dhe nuk kemi dërguar në një vendbanim. Fjala këtu vendbanim, qarje, me termat kuranor do thotë një vendbanim që kanë të gjithë të njëjtin koncept ose të njëjtin drejtim. Kur përmendet qytet në Kur'an, është fjala për popullata që kanë rryma dhe qëndrime të ndryshme. Ama fjala qarje që përmendet këtë ajet Kur'ani është me termat e Kur'anit, jo të arabisht të sotme, është fjala për një popullat, një vendbanimi që janë të gjithë të njëjtës rrymë, të njëjtit drejtim. Dhe është fjala këtu për ato vendbanime që kanë qenë të gjithë mohues për gënjeshtrues profetëve që janë dërguar ky popull dhe inatqor. Por edhe thot i modhi Zot, dhe në sa herë që kur vjen shpreha sa herë që kjo është kanun, domethënë përsëritet. Kur ndodh shkaku, do ndodh edhe njëjta pasojë. Për të njëjtin shkak ose shkaqe do vi e njëjta pasojë për e njëjti përfundim. Atëherë kur i dërguam për një vendbanim, sa herë që i kemi dërguar, e kemi sprovuar atë popull me skamje, pra sprova vështirësi ekonomike, bil ba'sa'i wad dharra.
dhe lëngatat një popullate, vujtjet e një popullate fillon me ato të luftës, me smunjet, me epidemit, me të gjitha. Dhe e shpjegojnë qartë i Molli Zot qëllimin, la'allahum yadarra'un, me qëllim që ato të bindën, pra të përgjërohen Allahut dhe vetëm Allahut. Thumma baddalna makana sayyi'al hasana. Pastaj e zëvendësuam të keqen me të mirë. Pra i ka sprovua Allahu me mirësi dhe me bollik dhe me rahati. Derisa u begatuan. Kjo është provë tjetër, lloj tjetër. Wa qalu qad massa aba'ana ad-dharra was-sarra fa akhadnahum baghtatan wa hum la yash'urun. Kur shijuan provën e dytë, mas vështirësive, bollikun, begatit, thënë tashmë prindërit tanë, pra baballarët tanë, brezat që i kanë kalu, edhe ato i ka prek edhe e keqja dhe e mira, edhe rahatia dhe vështirësia. Dhe më thonë, kjo është dukuria e natyrës, dukuria e kohës. I herë është mirë, i herë keq, i herë vështirësi, i herë bollëk. Pra ajo që thonë profetët, që vështirësia ka ardhur që ti përgjëroheni, ti nënshtroheni Allahut, dhe ti lutjen e atij të fortë, dhe të ndroni rrugën, dhe theni fen Zotit. Dhe rahatia është sprovë për Allahut, që t'jeni falëndërues dhe adhurues Zotit një. Kjo nuk ka të bëjë me Zotin, as me sprovat e Zotit, as se ka në i qëllim vetë. Kjo është dukuria e kohës, siç thonë njerëzit sot, gabimisht, shpesh edhe pa dashje, e ka sjell koha, ose janë dukurit natyrës. Po zakonisht për ndryshimet një shoqëri njerëzore, për mirë ose për keq, ja bashkangjisin kohës. A thu se koha është ajo që i krijon gjanat dhe jo Allahu. Qëllimi i sprovave, me lëngata, me vështirësi, me skame, me fukarallik, me epidemi, me luftra, me armiqësina, me vështirësi jetese. Allahu përmendit vetë e thot qartë këtë ajet Kurani, ja kemi çu pra popullit e pa fe, mënyrë që ato të përgjërohen, të nënshtrohen të Mallit Zot, që të zgjohet natyra e fjetur e njerëzit, dhe t'i kthehen mirësisë, pra t'i kthehen rrugës Zotit. I sprovum edhe me të mirë, me bollik. Ç'a thon? Qalu qad massa abana darra was-sarra. Kështu i ka prek të parët ton, prindërit, baballarët ton, edhe e keqja, edhe e mira, edhe vështirësia, edhe lumturia. Domethënë, këto sprova që ka shua Allahu që t'i kthejmë rrugë, t'i edukoj, domethënë t'i udhëzoj, nuk patën dobi. Ky është e përfundimi. Këto i sjell koha, kështu ka qenë për herë. I herë ashtu, i herë kështu. Atëherë moment që Allahu i del borxhit me këto dy lloj sprovash, çfarë thotë Imam Zot? Fa akhadhnahum baghtatan. Dhe i rrëmbyem në ato, pra i rrëmbyem në ndëshkim, pa pritur, wa hum la yash'urun, ndërkohë që ato nuk e ndjenin, pra nuk e parandjen që nuk u vetëdijësuan, nuk u dërgjegjësuan, që këto sprova duke asqëruar edhe profetët, pse kanë ardhur. Mos ftesës profetëve. Kanë ardhur që të ktheheni ke Zoti, dhe ato ja kalojnë këtë çështje kohës ose natyrës, diçka normale, diçka periodike, dhe s'ka lidhje me udhëzimin e Zotit. Atëherë përfundimi, ndëshkim për Allahut, çbërja e kësaj popullate, çbërja e atij qytetërimi, dhe papritur. Domethënë nëse këtë ta përmbledhim si një formulë këtij ligji hyjnor. Dërgohen profet, përgënjeshtrohen. Mas i farë kohe, që kjo popullat do ketë, ose individ kjo, po këtu flitet për popullata, popujt të ndëshkuar, të zhdukur, qytetërimet të çbëra, shkatarrume, të groposura. Domethënë,
I del borxhit Allahu me dërgesën e profetit, me udhëzim, u përgënjeshtron. Mas I farë kohët mjaftueshme për të argumentuar, për të rraf argumentimet, për plasjen e argumenteve për të bindur. Pastaj që ka sjell kjo? Ka sjell sprovë prej Allahut me gjitha llojet e vujtjeve në këtë botë. Nga ekonomike, shëndetësore, politike, sociale, të gjitha. Zëvendësimi I kësaj me mirësi dhe me bollëk. Dhe nëse mas këtyre tre gjërave, pra dërgesa profete, e shoqëruar me përgënjeshtrim, sprovë me vështirësi, sprovë me mirësi, pastaj përsëri inat, me kokëforsi me Zotin dhe me përgënjeshtrim për dërguar të Zotit, atëherë përfundimi shkatërim I papritur. Dhe me thonë, dërges profetës, përgënjeshtrim, sprovë me vështirësi, sprovë me bollëk, përsëri kundërshtim ndaj Zotit, atëherë shkatërrimi I kësaj popullate dhe këtij qytetërimi. Përsëri ke sprovat e popujve mohus dhe përgënjeshtrues të zbritjeve hyjnore. Thot Allahu në Kur'an: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. Betohem që kemi dërguar në popuj para teje, pra I thot profetit Muhammed alayhis salatu wassalam dhe neve gjithashtu. Kemi dërguar pra profet. Dhe I sprovuam ata me vështirësi jetese, skami, gjitha lloje. Dhe skami dhe vujtje. Qëllimi I të Zot është gjithmonë I mirë. Bëron nga mëshira e Allahut. La'allahum yatadarra'un, me qëllim që ata të përgjërohen, ose të binden, ose të nënshtrohen Allahut një. Të bindet krijuesit gjithësisë, mos I ta besojnë ata ashtu siç duhet me besu, një të pangjashëm me krijesat, pa kufizum absolut, pa ortak, dhe me krejt cilësitë që ka I molli Zot, pa kufizume, as në kohë, as në hapësirë. Qëllimi t'i bindën Zotit. Falawla idh ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malun. Sa mirë do t'ishte që, thotë I molli Zot, pa kur vjen fjala sa mirë do t'ishte, domethënë janë popull që kanë pësuar, janë dëshku, që kur atyre I erdhi shtrëngesa jonë, të reagonin. Çfarë të reagonin? Tadarra'u, domethënë fjala tadarra'u, domethënë më e përshtatshme me shqipjen ti përgjëroheshin Allahut, domethënë kulmi I përulësisë, kulmi vetë në nështrimit për hir të Zotit. Nuk e bon. Por I ngurcon zemrat. Shpreha e ngurcimit zemrave në Kur'an vjen në disa raste. Ngurcimi I zemrave nuk do me thonë ashtu si e kuptojmë në shqip, ka zemër të fortë, është zemër gur, është thjesht kornas ose nuk emocionohet lehtë. Fjala, shpreha, ngurcimi I zemrave në Kur'an do me thonë zemër kundërshtuese e të vërtetës. Pra zemër e pahapur për ta pranuar të vërtetën që vjen prej të mollit Zot. Edhe pse I qumë nga sprovë, si shenjë, si mesazh, mas sqarimit profetëve, shtrëngesën e vështirësimit e jetës, me qëllim që ato të binden, nuk nolli kjo, po vazhdoi ngurcimi I zemrës, pra vazhdoi mos pranimi I shpalljes hyjnore, udhëzimit hyjnor. Dhe paralelisht me këtë, çanol, ja I kemi njerëzit, sot I kemi me përqindje, nuk janë komplet popullata, siç është popullata për cilët flasin këto dy ajete të Kuranit që po I lexojmë, po I shpjegojmë. I ngurcuan zemrat, pra nuk ishin të hapura për të pranuar
dritën hynore, udhëzimin hynor. Wa zayyana lahumu shejtanu ma kanu ya'malun. Paralelisht me këtë, ja zbukuroi atyre shejtani atë që vepronin. Ç'a vepronin? Ke verbrat hyn menja, hyn zemra, menimet e veta, kundërshtinë e vet. Sfidën që i bën Allahu dhe profetëve. Mohimin e zbritjes hynore. Dhe përjelloi edhe haramet. Fillojnë njeriu kur ke verbrat e njeriu të hyn punë të zemrës dhe punë të gjymtyrëve. Këtu thelbi i çështjes është bindja ndaj Zotit. Pastaj pasojat janë dhe padrejtësinat edhe degenerimi edhe shturja, shkatarrimi etj. Që bëhen me trup, pra me lëvizje. Kur njeriu është zemër mbyllur, zemër gur që s'pranon udhëzim, është mjeshtër në të njëjtën kohë, mjeshtër, edhe po s'ja po shejtani Allah. Është mjeshtër për të justifikuar menimet e veta, rrugën e vet. Po ti shohësh njerëzit sot, përveç i pale i herë që këtë ngurësinë e zemrës ta tregojnë që në fillim lënë mos më fol se s'du me mgju predikime fetare. Në vullosk, Zoti jap zemrën gjithë. Pjesa tjetër, nga që kanë ra viktim krejtësisht ose në shumicën e rasteve shejtanit, mahnitën me menimet e veta, janë mahnitur, i pëlqen aq shumë vetja, sa që, siç thotë Imam Zot, wa zayyana lahumu shejtan ma kanu ya'malun. Dhe ja ustolisi, ja paraqiti shejtani veprat e tyre, ke vepra hyn menimet, hyn fjala, hyn reagimet, gjithçka që ata veproshin. Shejtani kulmi i padrejtisë, kulmi i mizerisë. U mblodh me parinë e vet, duke shqyrtuar çështjen e dukurisë që solli Musa a.s. profeti i Zotit. Çështja e ditës për faraonin, e ftonte për ta adhuruar Zotin një. Faraoni thotë, unë jam Zoti, thotë popullit vet. Kulmi i kundërshtisë dhe menimësisë. Nga shprehjet e shejtanit dhe ti ç'a ishte aty, që ja kaloi shejtani faraonit. Don na shkataroj rendin tokë. Don na shkataroj rendin tokë. Kulmi. Kjo është kulmi. Faraoni kishte shkataruar gjithçka që kishte të bëjë me drejtsinë. Fillon me padrejtsinë ndaj Zotit, pastaj me njerëzit. Ky pikërisht i thotë, Paris, kur po këshilloheshin si ta zgjidhin çështjen e Musës. Po do na shkataroj rendin tokë, do të pahapi fesad, shturje, do shpërbëhen njerëzit. Faraoni jo ndërpa që një nga Beni Israilet të i shkatarojnë mbretërinë, dhe a urdhër që çdo mashkull që të lindej nga Beni Israilet ta therte, dhe a urdhër ushtarëve. E buni i vit po i vit jo, sepse i thanë ato këshilltarët e vet që ora këto Beni Israilet na duan për mjeshtra pune, për të punuar, për sklevar, po i vrave të gjithë meshkujt, të vijë ditë se ketë kush të na punojë. Aty ja va Zoti. Ne se mos dalim nga tema. Aq bukur ja stolisë shejton. Ja po të shohësh sot. Është nga shenjat e Kiametit që thotë pejgamberi alayhis salatu wassalam, do ketë njerëz do vi ditë që do ketë njerëz që do bëhen mjeshtra oratorie, gojtarie për para, për interes, vetëm për para. Mrena nga zemra mund të jetë bosh fare. O mund të jetë kriminal, super mashtrues. Është orator, shifi që i ke mediat, pushteti 4. Sot të ditë, në Shqipëni, mediat kryesore, ato që quhen elitare ose prestigjioze, tregon veten se çfarë Allahu sprova, çu goditja Allahu ka mënyra të ndryshme edukimit të trupit dhe të pastrimit të tokës. Gjithë tregon veten që janë servila të pushtetit, sado mizori pa drejtësi të kanë bë, i kanë paraqit bukur, çdo gjë këtu e bukur, ndërkohë që veni janë po kalbe dita ditës. Vetëm Zoti e rujt. Atë venin tonë të gjithë venin, e muslimanëve të botës këtu. Moni stolisje e gjendjes me shifra, ndërkohë që shifrat janë për 5 veta dhe për 5 milion tjerë, s'ka nësi lloj dobie vetë se dhimbje. Ja këto janë. Kurani ka zbrit për njeriu.
si ta kuptoj edhe njeriu, si ti kuptoj sjelljet e Allahut. Dhe si do të reagojë si mos mesazheve, kanë thonë dietarët. Ka mesazhe drejt për drejt, libra të hynor, ka fjalë profetësh. Po të gjithë dukuritë që nodhen janë mesazhe prej Allahut. Dhe sa më të ashpra dhe më të spikatura të jenë dukuritë që nodhen me shoqëri njerëzore ose në botë, domthon aq më i fortë është si mesazh prej Zotit, domthon aq më shumë do të ndajë alarmi dhe kushtrimi për të reaguar. Në vendin tonë, qytetin tonë, para sa vitesh e dinin që internet i fuqishëm. Doli pothuajse gjysma e popullatës e pas 3. Një qytet ku s'nolli as i vdekje, as i plegosi. Mrekullia e Zotit. Më vërtet u shkatërruan, po ishte mëshira e Allahut, jo pse nuk vdiqën ose pse nuk u plagosën. Kjo po se po. Se këtë kuptoi edhe baktia. Po mëshira e Allahut më u kthy në fe. Ja po të shohin njerëzit janë pothuajse soi. Ajo që vjen mbrapa shumë e ashpër se sa ajo që ai mesazh i parë. Vjetë i shtarnua Allahu. Këtë botë ka krijuar Allahu për një qëllim, jo të luash ti me pronën e Zotit. Me qëllimet e Zotit, se nuk guxon kush. Janë gjitha mesazhe. Ja për ato po flasim. Apo jemi ummeti Muhamedit alayhi salatu sallam. Po nuk vin dëshkime si kanë ardhur popujt që kanë qenë komplet popullata mohues. Kjo është edhe që i pjesë e njerëzve bën që të mashtrohen, jo për neve nuk na ka fundos si është fundos Botrindia, Apollonia, Durrësi, ose Pompeji që kanë qenë atje në Itali, kanë Vezuvi, e shumë popull që përmendën në Kur'an, populli Lutit, e tjetrit, ka bota plot. Po se kanë qenë 100% inatçor, kundërshtar, për kundërshtrues profetëve, i ka thënë Allahu me sa profetët mos aty në siç e thon ajetet e Kuranit, mesazh me shtrëngesa, me bollik, vënë fare i ka shkatërruar, i ka përmys krejt si popull. Dhe nga rreziqet më të mëdha që duhet tremet njeriu për vetes vet kur i pëlqejnë mendimet e veta. Janë nga më të rrezikshme. Muslimani do të jetë shumë i kujdesshëm. Nëse i pëlqet diçka e vetes, do të reagoj me një herë, të kërkoj falje Zotit, falenderoj Zotin që ose i ka ardhur mendim i mirë. Edhe ta peshoj me peshorën e Islamit, se përndryshe ka përqindje nga këto lloj popullatash, Zotin e rrit. Gjonat nuk shifen sot, o e bardhë o e zezë. Ne jemi në Islam, shumica popullatës janë muslimanë. Mos smunit duhen spikat, duhen hetu. Edhe do të reagoj robi. Një pikë tjetër, sprova e atyre që pretendojnë imanin, besimin. Elhamdulillah, ne falenderojmë Allahut që na ka udhëzuar, na ka dhënë iman. Na ka dhënë besim, dritën e besimit, se farën e besimit e ka gjithë njerëzit, çdo njeri sipër faqe tokës e ka farën e besimit me vete. Varet sa kultivohet kjo farë, sa vatitet nga prindrit, nga mjedisi ku jeton. Allahu që thot në Kur'an për ato që pretendojnë iman, besim, a hasiben nas e yutraku e yaqulu amanna wa hum la yaftanun. A bon hesab, llogari, a menun njerëzit që do thonë, thjesht do deklarojnë, amanna besuam, dhe ato nuk do sprovohen. Kjo është i qartë. O sjellja e Allahut, tham kanun hyjnor, ku themi sunnatullah, e kemi shpjeguar këtë parathënia. Ligji i Allahut i pandryshueshëm, i pazëvendësueshëm dhe i pashmangshëm. Dënohet se s'bën, ke çdo person. Këtu jemi ke ato që kanë deklaruar imanin. Elhamdulillah, falenderojmë Zotin. A menun njerëzit që të thonë që do lihen, thjesht me thonë besum dhe nuk do sprovohen, walaqad fatanna alladhina min qablihim, betohem që i kemi sprovuar ato që ishin para tyre. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin, do të apoj Allahu të qartë, do t'i dalloj, do t'i shquj ato që kanë thonë vërtetën, pa realisht janë besimtarë, edhe ato
që janë gënjeshtar. Ka gënjeshtar që bëjnë dhe pa vetdije. Arremenja, që besimtar, këtu në vendin tonë, fatkeqësisht ka kështu pa hesap. Sa ti fillosh ti flasësh për fe, flas aty që nuk janë praktikant. Sa të fillosh ti flasësh për fe, unë besoj thot. Unë kur dal për shtëpi e them Bismillahirrahmanirrahim. Po mirë, shumë mirë. Shumë mirë. Sprovo që të vje urdhë për të falë namaz e nuk falësh. Co të sprovo Allahu, i bindesh apo si bindesh? Vje Ramazani sprovash. Ka dhënë urdhër Allahu ta gjinosh, ka fillimin, fund, dhe ti me pretendimin ta që beson në Zotin e Koranit, në Zotin e gjithë botrave. Tu sprovuje. A besoj që ky libër është i Allahut? Sprovash. Sprovat janë ndryshme. Kjo që të përmena unë, janë sprova që kanë të bëjnë drejt për drejt me reagimin ndaj urdhit hyjnor. Po ke sprova hynë vështirësitë e para punës, kjo që thamë, vështirësitë e detyrimeve ndaj Zotit. Kush janë detyrimet ndaj Zotit? Boja mos e bo, shkurt, boja mos e bo. Ke detyrime për t'i vepru, ke detyrime për t'i praktikë që janë haramet. Pastaj për të ruajtur fen, sprovo që të detyrohesh me emigru. Është e dhimbshme ky emigrim është i rëndë. Siç i ndodhi profetit, shumicës profetëve i kanë ndodhur. Deri profeti fundit alayhis salam, deri pjesë e madhe e popullit shqiptar mos mbrënjes perandorisë osmane, masakrat që janë bojën detyru ka pas emigrime. Flasë emigrim fetar, ha? Domthon për të ruajtur fen, Përballja me armiqt që duan me shujt fen, duan me shujt ka herë edhe krejt fizikisht. Kanë ndodhur, ke populli jonë kanë ndodhur fort, po ndodhin çdo ditë. Siç është Palestina, aq më tepër Gaza. O domthon për kushtimet që kanë vështirësi ndaj Zotit, vetë përmbajtjen ndaj joshjeve që ka kjo botë, sidomos ata që janë të ri. Po ato këtë vjetrit kanë joshje tjera, kanë dëshirën për postë, kanë dëshirën për pasuni, etj. Gjithë derisa të na bëj gargar shpirtin, fyt jemi me sprova. Atëherë në fund të jetës. Pa fjalë dëshirë. Sprov për të marrë imanin, për të ruajtur besimin. Për t'i thonë Allahut, si besimtar i vërtet, dëgjova dhe u binda. Urnos Zot. Se ka që kalen sprova, më duk burri mirë këtë tjerët, ke Allahu kjo është hipokrit. Flasim sprov prej Zotit. Sprov, gjitha këto vinë për atë që i kalon si besimtar, për të skalit, domthon çdo sprov që kalon forcohet edhe më tepër. Edhe shitoni është edhe më kurthpunus, edhe më dinak. Po amo, ndërkohë, shtohet grada e sprovës e vështirësisë, por besimtari është në rreth ngradë. Pra i skalit durimi gjysma imanit, gjysma besimit. I bën që ndryshëm fe, edhe më fort. I përforcon dhe ja sqaron dhe ja rrënjos besimin e saktë. Çështjet që kanë bëjnë pra, çështjet e besimit dhe nuk janë pak, janë tu çështje. Skalitet realiteti i besimit që më në zemrë dhe e pretendon pra, e deklaron me gjuhë, me fjalë. Me fjalë dhe përjelloj, Allahu nxjerr pa mas çdo sprove kush është i sinqert dhe kush nuk është. Kush është i vërtet në atë që shpreh dhe kush është i shtirur, Zotin e ruajt. Kush është i rrënjos, edhe këto që janë sinqert, po edhe këtu ka grada, ka ndasi tjetër. Këtë sinqertit ka kush është i rrënjos në fe dhe kush është që rrezikon të lëkundet. Gjithë kanë sprovë. Gjithë kanë. Me të gjitha llojet e sprovave. Ajeti i Kuranit nuk ka prej përcaktim të veçantë. Thjesht kush pretendon imanin, kush ka besim do sprovohet. Ke sprova dhe thamë, si që ka thani modhi Omer ibn Khattabi radiallahu anhu, u sprovum në vështirësi dhe durum. Pra, u sprovum në vështirësi dhe durum, që të me thonë,
nuk lëvizëm nga feja, për bres, u po më të qëndrushëm fe. Unë sprovum në bollëk dhe nuk duron. Pra në bollëku për të arrujt fejën si shduat, është shumë më i rrezikshëm, o sprov shumë më rëndë se sa vështirësia për musliman. Historikisht shu ka qenë. Historikisht shu ka qenë. E thotë Omer ibn Khattabi, radiallahu anhu. E thotë historia e njerëzimit ka fillimin në fund. Gjëra që vijnë si konkluzione, mas përkujtimit shkurtër nga Imam Zot i historisë caktuar në Kur'an, vjen rezultat dhe bilas kjo lënda ajo është. Rezultatet, përfundimi i historisë. Çfarë thotë Imam Zot lidhje me sprovën e begatisë, bollëkut, rahatisë, luksit. Wa idha massa al-insana dhurrun دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. Dhe kur e prek njeriun, e cënon njeriun dëm, vështirësi, shtrënges, me njerë në lutet neve, thot Imam Zot. Me njerë lutet, për i përgjërohet Allahot. O Zot, ma leto, o Zot, ma hiq këtë ciklet, e tjere. Si mas llojit shtrëngesës, vështirësisë. Pastaj në ati i mbartim begati, pra i hedhim begati, mirësi. I përgjigjemi lutjes. Prej nesh, e cilëson to, mirësi prej nesh të të Imam Zot. Prej Allahut. Me të rehatu, po kjo është një kategori e njeriut. Po nga që përmendet fillim të ajetit termi insan, njeri, do më thonë çdo njeri e ka këtë sprov. Çdo njeriu i kanoset kjo sprov, mund t'i nolli. Pa mos si përfundim, kjo është një kategori njerëzish, dhe nuk janë pak, janë shumë. Dhe me që janë shumë, rreziku është i madh. Zoti na ruaj. Dhe kur ne i hedhim atij dhe mulej me mirësitë tona, pra ato çfarë thot paprit. E harroj sikletin, e harroj që ka lutë Allahun, e harroj që ai është jella. Thot, inna ma utitu ala ilmin. Nuk mu ka dhënë mu kjo mirësi vetëm nga titullnia, pra nga aftësitë e mia. A jam djali i shkafët, jam burr i mençëm, jam i Zotit, jam i fortë. Jam fjalë njerëzish që i gjejnë për ditë. Kur Pjetër Met nuk thot asnjë, o mami natyra më shpëto. O natyra më shpëto. Gjithë, o Zot, o Allah, o Zot, o Allah. E kanë në ato momente, është krejtësisht i sinqert robi, nuk e përzi, nuk e lidh shpresën vetë se ke Zoti. Se e din që gjërat pa Allah, gjërat ndërtes vetëm Zoti jam. Ku binë hallë pse e harrojnë, e kundërshtojnë Zotin për ditë. Zoti na rrit. Ai drejtov gjithë. Çfarë thot? Mu ka dhënë munga nga dituria që kam. E përgënjeshtroni më Zoti thot, bel hiya fitne. Jo, nuk është ashtu si thotë, por është sprov. Sprov për me. Walakin akthar an-nas la ya'lamun, por shumica e njerëzve nuk e din. Shumica, dhe kjo është, kur është shumica, do mos smundja për hap, epidemi. Këto janë epidemit vdekje prurse më të tmerrshme, sepse këto vrasin imanin, besimin, kjo është gjëja më e shtrenjtë e robit. Qad qalaha alladhina min qablihim. Këtë fjalë e kanë thonë ato të cilët ishin para tyre. Pra, gjatë gjithë periudhës së njerëzimit ka qenë kjo smundje. Vazhdimisht, rrezikshme. Fama agna anhum ma kanu yaksibun. Dhe nuk i hynin punë, pra nuk patën dobi nga ajo që fituan, nga pasonia, nga rahatia. Si hynin punë, si nuk i dha dobi. Kur dhe ndëshkimi i Allahut, të kesh miliarda, të kesh gjithë botën, pra nuk ka dobi, s'ka ç'a të bën. Allah fol qartë Kur'an, shumë qartë. Kush e ka thonë të njëjtën shprehje që përmendet në Kur'an? E ka thonë i dyti, i pari në radhë mas faraonit, mas kulmit mohimit dhe minimalsisë ndaj Zotit, e ka thonë Karuni. Kush ishte Karuni? Karuni ishte me origjinë nga Beni Israilët. Ishte alat i faraonit, bashkëpunëtori i faraonit. Po me origjinë ishte nga Beni Israilët. Ishte shumë i pasur.
E si e përshkruan pasurinë e Karunit Allahu në Kur'an? Një grup, jo një burr, po një grup burrash, dhe jo burra zakonshëm, të fuqishëm, nuk mbanin dot çelësat e thesareve. I çelës kush e di sa thesare ka, i çelës vetëm. Po thot një grup burrash të fuqishëm, dhe jo një, po shumë burra, dhe jo burra zakonshëm, ose pleq, po të fuqishëm, nuk mbanin dot ça thesaren, jo thesaren, po çelësat e thesareve të Karunit. E zhyti Allah sot është i vrimë atë një pos i madh në Egjipt, që është pallati Karunit poshtë, me gjithë thesaret e me gjithë bodyguardët që ka pas i zhyti Allah. Një nga këshilltarët, një nga besimtarët e paktë që e besuan Musa a.s., që ishin nga Bani Israilit, para kohës që të emigrojnë, para të shpëtojnë faraonit dhe ushtrisë faraonit, kur lëvizte Karuni, se ishin nga populli vet, kur lëvizte nëpër rrugët e Egjiptit, kthenin njerëzit kokën se nga vezullimi i pajisjeve të karrocës dhe të kuajve që ishin me flori, nuk e shikonin dot. Do të kthenin kokën nga ana tjetër dhe i verbonin syt. Aq shumë florit përdorte. Ke kuajt, ke karrocën. Njëri e këshilloi nga ato. I thot, o Karuni, thot, ishte besimtar nga të paktit e Bani Israilëve. I thot, merr atë që duhet për këtë një, aq sa duhet. Pastaj pa mirësi si turdon Zoti. Çfarë tha, tjetër në shprehje, që ka jeti që sa po tha, para si sprov, më ka thonë, kur bjera hatë robi, nuk lavdro Allahun, por lavdro vetën. Nuk lavdro Allahun që është bujar. Nuk lavdro Allahun që i përgjigjet lutjes, atij që është zor. Që është ndërues, që është i mëshirshëm, që është i butë. Me robin. Ja jep zgjidhjen nga se pret. Po thot mu ka dhonë nga aftësitë e mia, nga ditunia. Të njëjtën fjalë tha edhe Karuni. Kur u këshilloi që kthehet në rrugë Zotit. Kjo s'mu ka dhënë vetë se nga ditunia, pra nga aftësia që ka unë dhe pa përfundimin. Dënjo si shembull në mësim për ne. Ose në bollën tjetër, dënimi është shumë fish dhe i pakrahasueshëm me dënimin e kësaj bote. Po ashtu krenari ke robi janë, siç është pasunia, është edhe fëmia. Dhe Allahu është sprov që e përmend disa vende në Kur'an, që fëmia dhe pasunia janë vërtet stoli, janë mirësi për Allahut, po është amanet që duhet me ditë si me ardhë me i pas tujat, fjallat tujat është simbolike, është metaforike, se realisht edhe ne vetë jena pronë e Allahut. Po ashtu thuhet që janë fëmijët e mi, se realisht janë tonët, janë Zotit, nuk ka pronë janë. Edhe ne vetë jena pronë e Allahut. Po kështu lejohet më thonë, si shprehje, po me hakikat, gjithë jemi të Allahut. Janë gjitha sprov. Po kjo si sprov, si e përmend Imam Zot në Kur'an, nëse bëhet argëtim, kënaqësi joshse, fëmia dhe pasuria, që të largon, këtu thot nga dhikrillah, nga e përmendur e Allahut. Po kjo fjala dhikrullah, fjala dhikr, kuptimi i parë me përmend Allahun me emrat e Atij, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, emrat e Zotit. Po fjala dhikr ka disa kuptime. Dhikr quhet edhe Kurani, dhikr quhet edhe udhëzimi, dhikr quhet edhe namazi. Fjala dhikr. Do nga ibadeti. Qose fëmia dhe pasunia, domthon, bëhen aq joshse dhe argëtuese sa të bëjnë që të harrosh Zotin dhe rrugën e Atij, zbatimin e rrugës së Atij, atëherë ke kjo sprov, ke ngel në klas, se ke marrë provimin, Zotin e rrit. Ose mund dash me mesatare të ulët. Tjetër dhe i çështje e rëndësishme, që ka të bëjë me thelbin e Islamit, me atë që me la ilaha illallah, sa s'ka Zot vërtet vetë Allahut, s'ka të adhuru me hak vetë Allahut, s'ka menaxhues të gjithë shkaje pa i shpëtuar asgjë vetë Allahut, s'ka drejtues të gjithë shkaje vetë Allahut, s'ka krijues vetë Allahut. Gjithë ato që ndodhin janë vetëm për Allahut.
Dhe me që, mund po i pi shkurt sa i pike, me që janë vetë se prej Allahut, do t'i marrë tilla. Dy gjona që ne ka bëjmë shpesh. Na vjen një mesazh nga një shtrënges, i fatkeqësi ose fatmirësi. Fillojmë, kjo ndodhi për shkak kësaj tani ne, jo ma boni filoni, jo ma boni fistekun, dakord. Ato janë veglat e Allahut, janë sebebe. Po gjëja e parë që do të bjerë mend është Zoti. Drejtohu atij, merr mësim, bëj analizat vetes, pse ndodhi, çka ka bënë që ndodhi kjo. Qose është e mirë falenderoj direkt Zotin. Edhe pse kemi për detyrë të jemi mirënjohës edhe ndaj njëri tjetrit. Se profeti alayhis salatu wassalam ka thonë, nuk falenderoj Allahun ai që s'falenderoj robën. Është detyra nga drejtësia që do të jesh mirë, njoh mirë nderin ose meritën e tjetrit. Po ama realisht janë prej Allahut gjithë. Dhe përderisa janë gjitha prej Allahut, robi nuk do të çdo të vinë në jetë, nuk do të tregohet kundërshtar ose i pakënaq me Zotin. Mund t'i kthehesh vetes, ti je i pakënaq me veten, bëj analizën vetes. Nëse e kuptove që ta ka dhënë Allahu sprovë me të drejtë në grad, se je vërtet i tillë, pra falëndero Zotin. Po ama me qenë i pakënaq me ato fatkeqësi që vijnë, me çfarë je i pakënaq? Me atë që ka përcaktuar Allahu për ty e për mua? Është shumë e rrezikshme. Kjo është shumë e rrezikshme. Kjo është një çështje. Po kjo s'do të thotë që të përpiqesh me përmirësu gjendjen e vështirë dhe të bësh lutje Allahut që ta largojë sprovën. Vet Allahu na ka mësuar në Kur'an që ti lutemi atij. Ajetet që sapo thamë, që kanë zbritur për popull çduk, ja zbritëm sikletet e vështirësitë me qëllim që ata të përgjërohen Allahun, të përulen Allahut, dhe nuk ka përgjërim më të shpërfaqur dhe më të qartë, dhe më të dukshëm se sa kur robi on vështirësi dhe i shtrit dorët e lypsit para Zotit dhe i lutet Allahut. E i lutet mëseshte. Më i përulet i kthehet ke i madh i Zotit. Pra sikletet që na vinë kanë mësime plot. Gjëja e parë, strahohu ke Zotit. Lutje Allahut fort. Për shembull, nga profeti alayhis salatu wassalam ka shumë. Një nga lutjet e pejgamberit alayhis salatu wassalam që ne e bëjmë elhamdulillah, e bëjmë mas namazit farz, e bëjmë për të gjithë, e bëjmë bashkë. Allahumma inni a'udhu bika min al-kasli wal haram. O Zot, unë kërkoj mbrojtje prej teje, shikoni, sprova e madhe, partacia, është smundje e madhe, Zoti na ruaj. Dhe mplakja, rrënimi trupor. Wal ma'tham wal maghram. Dhe kërkoj mbrojtje nga mëkati, mos ndote me mëkat, dhe nga borxhet. Amin, thoni amin. Nga gjithë për të gjitha. Wa min fitnatil qabri wa adhabil qabr. Dhe të kërkojmë mbrojtje nga sprovat e varrit dhe vujtja e varrit. Dhe wa min fitnatin nar wa adhabin nar, dhe nga sprova e zjarrit dhe vujtja e zjarrit. Amin ya Rabb. Wa min sharri fitnatil ghina, dhe nga e keqja, këtu e ka theksuar pejgamberi alayhis salam, shikoni, peshojeni fjalën. Dhe nga e keqja e sprovës pasunisë. Dhe nga e keqja e sprovës pasunisë. Wa a'udhu bika min fitnatil masih ad-dajjal, ajo kupola e të keqës. Dhe kërkoj mbrojtje prej teje o Zot nga sprova e Dajjalit, al-Masih ad-Dajjal ose antikristit, të ta përkthejmë, të ta përkthejmë në termat kontemporane, evropiane, oksidentale, se i dumë në i qikë të oksidentit, se nuk shko më apeti, të do në akuzojnë për të prapëmbedhur pasaj, të një përmend të termat, Dajjali, e u dhupila. Këto pejgamberi alayhis salatu wassalam, shiko, jo po përtoj, përtoj je smunur, pse kur je smunur ti ikë me vrap këtë doktorin? Jo po ka më borxhe, lutje Allahut fort dhe hik përpiqu. Jo, ajo doktori për gjithë shka, hik përpiqu. Dhe pasi të ja bëjmë neve, ku për në nëllë kjo, ora lutje Allahut edhe nga këshillat më të bukur se që harron pejgamberi alayhis salatu wassalam. Luteni Allahun për herë, pa depozitoni lutje ke Allahu për herë. Edhe kur jeni, lutuni kur jeni rahati, s'është si kur jeni në vështirësi. Ka momente që robi hutohet aq që nga sprova, që harron me Zotin me të gjitha
harroni me bë lutje, po amo, nëse ka qenë ashtu si ka thonë pejgamberi alayhis salam, që edhe kur është rahat, ka kërkuar mbrojtje nga të gjitha këto ose përgjithësi nga e keqja. Jo lut Allahut fort, i ka depozituar ke Allahu nuk shkon kot. Ti s'ka nga hotesa, gjithsesi s'provohet njeriu. Nga hotesa robi nuk mund të shkojë menja me thonë o Zot nimo, o Zot më shpëto. Vjen ima Zotit, pra pse e ke depozituar. Si thot për Hazreti Yunusin alayhis salam. Walaula an kana min al-musabbihin. Dhe nëse ai nuk do të ishte nga madhëruesit. Pra ai vazhdimisht gjatë gjithë jetës vet kishte qenë madhëruesi i Allahut. Pra ai kishte madhnuar Allahun vazhdimisht, ai kishte depozituar ke Allahu. Momentin, pastaj e shtiroi Allahu, i dha urdhër balanës se qiti mbrej. Pra ishte depozituar mallnimin e Zotit. Jo për nuk thot tu do, e përmend me Allahut o ma fort se doja. Sepse në një hadith kutsi Allahu për mallnit vet, thot unë jap për kujt përmendës vetmi, më shumë se atyne që më lutën mu. Kjo ka dy kuptime në fakt, sepse ka raste që robi i lutet Allahut për hallën e vet dhe duke menu, sot o menu aftësitë e Zotit, cilësitë e Zotit, po ato menu rrugëzjellje si mas tronit vet. Ora ti ke shtrit durat e lypsit para Allahut, ti dorëzoj Allahut edhe ke mënyrat e zgjidhjes, pse më në ti? Jetoj treguti Allahut si do të qesi nga situata keqe, nga vështirësia. Ama ai që përmend Allahun, pra e para u ka përmend ke Allahu, e para kush përmendet, vjen vetdiesohet, ndërgjegjësohet, përjeton madhështinë e Zotit. Lene me ti rrugë zgjidhjet siç ka mendë ty. Ti këtu je para Zotit. Je drejtuar atij. Ti jeto me rrugë zgjidhjes si mas mundësive, aftësive dhe mendja state, dhe më thonë si dorëzo Allahut. Je më shtat ke mendja jote, ke aftësitë tuaja. Ama kur përmend vetëm Zotin, edhe pas bën dua, çfarë thot Allahu? Unë jap përmendës vetmi, atë që më përkujtojnë mua, më shumë se atyne që më lutën mu. Kjo s'do thotë që të lejmë lutje, si lutjet i ka po pejgamberi selam. Pa ama ta lejmë më tepër për ke mallnimin e Zotit. Ke përmendjen e Zotit sa më shumë. Edhe kur të lutemi, të përmendim cilësitë e Allahut, pra të përjetojmë cilësitë e pakufizuar të Allahut. Ose Allahu na mëson pra, vështirësitë janë vështirësi, sprova janë sprova, do vinë patjetër, si mas gratës. Po më kjo do thotë që mos bëjmë lutje, se na mëson Allahu dhe pejgamberi alayhis salam, siç e tham, ose një shembull në Kur'an, Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladina kafaru waghfir lana Rabbana innaka antal azizul hakim. Një nga lutjet që bjem nga fit për fitet më të mëdha që është në poshtë e armikut, atyre që janë pa fe. Zoti jon mos na bëj ne sprovë për ata të cilët mohon. Ka disa kuptime. Kuptimi i parë, mos jep pushtet atyre, na pushtojnë, na robrojnë, na vrasin, na presin, na burgosin, na dhunojnë. Kuptimi i parë, mos na bë fitnë për ato, sprovë për ato, që të mendojnë që nga ky sukses që kanë ato në fushë betejë dhe në pushtet, mos mendojnë që i ka ardhur fitore se ato janë hak, ato janë rrugë në vërtetë dhe ne jemi rrugë gabuar. Ne muslimanë jemi rrugë gabuar. Ha? E shpjegojnë sahabët këtë kuptim. Pa edhe kuptimi tjetër, që mos na bëne, domethënë të mposhtemi nga armiqtë e fesë, të robnohemi nga armiqtë e fesë. Elusim Allahun krijuesin e gjithësisë. Na mësoj atë që se dimë dhe na shtoj ditoninë e dobishme. Na javi dobi nga ditonia që na ka dhëruar dhe na dhuroj inshallah ya Rabb. Dhe na ruaj nga ditonia që nuk ka dobi dhe nga ajo zemre që nuk përgjërohet dhe nuk për ulët e bindet për mallniti. Na ruaj nga nefsi, nga uni që s'ngopet dhe nga verbet për të cilave nuk kënaqem. Dhe nga lutjet që nuk kanë përgjigje. Allah na bashkof vetëm për punë mira në këtë dynjë. Na bashkof me njerëz të mirë në këtë botë dhe në botën tjetër. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.